Thyhet armëpushimi, Izraeli rinis bombardimet intenzive në Gaza, të paktën 18 viktima. Qetësia në Gaza ka zgjatur shumë pak. Tashmë Izraeli ka rifilluar bombardimet masive në jug të enklavës, duke goditur zonat e Khan Yunisit, Rafahut dhe Nuseirat, ndërsa ka pezulluar edhe dërgimin e ndihmave humanitare, sipas tyre deri në njoftimin e mëtejshëm. Ushtria izraelite deklaroi se sulmet janë përgjigje ndaj një serie incidentesh, ku sipas tyre militantë të Hamasit qelluan mbi trupat izraelite, duke vrarë 2 ushtar. Sikundër përgjigje, avionët luftara goditën 10 objektiva të Hamasit, duke përfshirë tunele dhe depo armësh. Autoritetet shëndetësore palestineze raportojnë se të paktën 18 persona kanë humbur jetën nga sulmet e fundit, ndërsa zyrtarët në Gaza thonë se që nga nisja në pushimin me 10 tetor janë vrarë gjithsej 38 civil dhe janë plagosur mbi 140 të tjerë. Midis viktimave janë edhe gra e fëmijë. Një nga goditjet më të rënda ndodhen në qytetin Al-Zawaida, ndërkohë Hamasi ka deklaruar se mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe ka mohuar çdo përfshirje në incidentet e raportuara në Rafah, duke akuzuar Izraelin se po kërkon justifikime për të rinisur luftën. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar ushtrinë të reagojë me forcë ndaj çdo shkelje. Situata humanitare është përkeqësuar ndjeshëm. Ndërprerja e ndihmave ka bërë që çmimet e ushqimeve dhe furnizimeve bazë të rritën ndjeshëm, ndërsa qindra familje po braktisin shtëpit nga frika e një rikthimi të plotë të luftimeve. Pikalimi i Rafahut me Egjiptin mbetet i mbyllur, duke bllokuar hyrjen e karburanteve dhe ndihmave për mijëra persona që ndodhen në pragurie. Ndërmjetësit nga Egjipti dhe Katari po përpiqen të ruajnë komunikimin mes palëve për të shmangur kolapsin e armëpushimit, por shpresat janë gjithnjë më të zbeta. Gaza pas 2 vitesh lufte pa ndërprerje po përballet sërish me ankth, frikë dhe pasiguri për të ardhmen.